Për të promovuar prodhimet buqësore, blegtorale, por edhe artizanale, Bashkia e Matit organizon një panajir me fermerë në zonës të gjitha shkollave. Panajiri u mbajt në sheshin Ahmet Zogu dhe u vizitua nga qindra qytetar. Fermerët e zonës, njësi të akomodimit Bujtina, si dhe të rinë ekspozuan për qytetarët prodhime autoktone të Matit, ushqime tradicionale dhe punime artizanale. Veç qytetarëve panajiru vizituan nga drejtues të pushtetit vendor në Mat, deputetët Agron Malaj, Blendi Klosi, Alma Selami, prefekti Qarku Dibër, kandidati i PS-s për Bashkinë Mat, Altin Bojni, kandidati i opozitës Eduard Brahiluka e të tjerë. Deputeti Malaj tha se ky organizim i bashkisë synon promovimin e zonës jo vetëm në aspektin turistik, por edhe gastronomin. Ndërkohë Blendi Klosi u shpreh se Mati ka resurse të mëdha dhe me paketën e maleve mund të rritet akoma më shumë në ofrimin e turizmit malor. Ne sot për herë të parë jemi tek panajiri i Vjeshtës në qytetin e Burrerit, në Bashkinë e Matit. Ky aktivitet është aktiviteti i parë dhe do ta falenderoj kryetarin e bashkisë edhe gjithë stafin. Jo vetëm nxjerrim pa gjithë produktet tona bujqësore, por është edhe një aktivitet kulturor, duke nxjerrë pa edhe pjesë të vera dhe historisë që ka Mati dhe treve Mati. Është tashmë traditë për Bashkinë e Matit organizimi i festave lokale, edhe realisht shikoni gjallëri të jashtëzakonshme në këtë panajir, djemë dhe vajza të rinj, të cilët kanë zgjedhur të jetojnë, të edukohen dhe të punojnë në Bashkinë e Matit, dhe ideja e bashkisë për t'i grupuar ata në festa të tilla është e mrekullueshme. Tashmë Mati po shndrohet në një pikë turistike, falë edhe investimeve të mëdha nga qeverisja qendrore, por dhe nga puna e jashtëzakonshme e bashkisë së Matit, dhe gjithmonë më shumë turistë do ta vizitojnë atë. Prandaj kemi shumë nevojë që të kemi më shumë prodhime të vendit, do të kemi më shumë prodhime bio, dhe pse jo shtimi i investimeve sidomos në zonat turistike, duke përfituar nga mbështetjet buxhetore, duke përfituar nga paketa e maleve, por mbi të gjitha duke përfituar nga dashuria e matianëve për Matin, e cila vazhdon të jetë një lloj e fortë, kudo që ata kanë shkuar, dhe pse jo të rikthehen dhe të ndërtojnë këtu bukuritë e kësaj zone. Vizitorët shijuan panajirin dhe u njohën me prodhimet buqësore e gastronominë e zonës së Matit.